Dashi. Marsi do jetë forca kryesore që ju shtin sot drejt lartësive më të mëdha, duke spikatur në çdo drejtim të jetës suaj. Në çift, asnjë debat I vogël nuk do qëndroj pend për harmoninë, me drejtësia juaj për t'i zgjidhur me mençuri mosmarrëveshje do ringjall pasionin. Beqarët mjafton të tregojnë interes të sinqert, sepse do të tërheqin vëmendjen e personit të duhur pa vështirësi. Në punë, edhe nëse hasni vonesa të papritura, vendosmëria dhe strategjia e qartë do ju çojnë pikërisht aty ku keni synuar. Financat do jenë të kënaqshme, duke ju lejuar të shijoni disa shpenzime qefi pa shqetësime. Demi. Qetësia dhe përulja do jenë aleatët tuaj më të mirë sot, duke ju ndihmuar të fitoni respektin dhe mbështetjen e të gjithëve përreth. Në çift, mbështetja e plotë ndaj vendimeve të partnerit do çojë në surpriza të ëmbla në mbrëmje, ndoshta një dhuratë ose një mbrëmje romantike krejtësisht e papritur. Beqarët nuk duhet të humbin shpresën, pasi vjet parashikojnë takime me potencial të lartë romantik në ore të papritura. Në punë, nisja e ditës mund të duket rutinë, por sapo të ndryshoni qasjen dhe të investoni energji të re, do arrini çdo synim. Me ekonominë e saktë të buxhetit, gjendja financiare do përmirësohet gradualisht. Binjakët. Rregulli I juve do shtrihet mbi jetën tuaj sentimentale sot, duke sjellë strukturë dhe stabilitet në çdo hap të përbashkët. Në çift, ky moment është ideal për të nisur projekte ëndra të reja me partnerin. Çdo gjë që fillon sot ka për të marrë formë të plotë dhe me sukses. Beqarët, takimet që do realizoni nuk do jenë vetëm përshtypje kalimtare, por baza e lidhjeve të ardhshme të rëndësishme. Në punë, mos u dorëzoni mes dyshimeve, edhe nëse ndjeni të pasigurt, mbështetuni të miqtë dhe kolegët për t'ia dalë mbam. Financat do jenë të qëndrueshme, duke ju lejuar të përballoni detyrat pa stres. Daforia. Saturni sjell përparime të rëndësishme sot, duke ju dhënë fuqi për të përmbyllur projekte të nisura prej kohësh. Në çift, bashkëpunimi pa lëkundur me partnerin do krijojë një ekuilibër të rrallë, të ndiheni si një skuadër e pandarë. Beqarët do vlerësojnë lirin e tyre të re dhe nuk do kërkojnë lidhje me patjetër, megjithatë kënaqësia e brendshme do jetë e plotë. Në punë, koordinimi me kolegët do çojë ekipin drejt arritjeve të jashtëzakonshme. Financat do jenë të qëndrueshme, duke ofruar qetësi dhe mundësi për plane afatgjata. Luani. Buzëqeshja do kthehet fuqishëm sot, fal përmirësimeve të dukshme në sektorin financiar që do sjellin gëzim dhe siguri. Në çift, mendimet tuaja do jenë të kësjellta dhe do dini të ruani partnerin pranë jush me ngrohtësi dhe sinqeritet. Beqarët mund të projektojnë shkëndije të papritura dashurie, duke u ndjerë të mbushur me gëzim dhe energji pozitive. Në punë, edhe nëse një klient I rëndësishëm mund t'ju largohet, mos humbni besimin, durimi dhe strategjia e duhur do rikthejnë mundësi edhe më të mira. Financat do kenë lulëzim, duke ju lejuar të investoni e të organizoni planet tuaja me më shumë lehtësi. Virgjëresha. Çdo veprim duhet kujdesi trefish sot për të shmangur rrëshitjet e rënda në rrugën tuaj, prandaj planifikoni dhe reflektoni para çdo hapi. Në çift, xhelozia e tepruar mund të shkaktojë tensione. Nëse ndjeni dyshime, diskutoni hapur dhe qetësoni zemrat. Beqarët nuk do jenë në humor për aventurat, por do vlerësojnë paqen e vetmisë sot. Në punë, ndiqni me bindje udhëzimet e shefave, bëni si ju thonë dhe do arrini standardet e kërkuara. Në financa, maturia dhe kursimi janë domosdoshmëri për të ruajtur stabilitetin dhe për të shmangur krizet. Peshorja. Ndihma e hënës dhe Plutonit do shndërrojë çdo problem në zgjidhje sot, duke ju dhënë fuqinë të riparoni çdo histori të prishur. Në çift, çdo gjë do rrjedhë natyrshëm dhe pa përpjekje të tepërta, të ndjeni të përkrahur dhe të kuptuar. Beqarët do kalojnë aventura të gjalla, por në fund do kenë mundësi për një lidhje me potencial thelbësor. Në punë, rishikoni zakonet e përditshme dhe përshtatni taktikat për të mbajtur të gjitha projektet nën kontroll. Durimi dhe përpjekja e vazhdueshme do shpërblehen. Financat kërkojnë ulje të shpenzimeve të tepërta dhe fokus të kursimet për të siguruar përmirësime të qëndrueshme. Akrepi. Sot do kërkoni rehatin më të madhe në çdo hap, ndërsa Venus dhe Saturn ju mbështesin me besueshmëri dhe pasion në të njëjtën kohë. Në çift, do kaloni momente intime të papërsëritshme, pasioni do vijë I fuqishëm dhe lidhja do forcohet akoma më shumë. Beqarët mund të jenë magnetik për syrin e duhur, por duhet të qëndrojnë të matur dhe të vlerësojnë vëmendjen që marrin. Në punë, reputacioni juaj do rritet ndjeshëm për shkak të besueshmërisë dhe organizimit. Drejtuesit do ju shikojnë si pilarët e ekipit. Financat do kenë sfida të vogla, por trajtimi I kujdesshëm dhe kursimi I moderuar do parandalojnë çdo krizë. Shigjëtari.
Urani do ju ofrojë qartësi mendore, por durimi mbetet instrumenti që do kalibrojë çdo vendim. Në çift, flisni me vendosmëri dhe dëgjoni me vëmendje partnerin, bashkë do zgjidhni dilemat e vogla para se të bëhen të mëdha. Beqarët do ndjehen me vetbesim në takime, por mos nxitojnë për vendime të mëdha. Lejoni lidhjen të zhvillohet natyrshëm. Në punë, shmangni gabimet e nxituara me planifikim strategjik dhe bashkëpunim me kolegët. Çdo sfidë do të kalohet me sukses. Financat do jenë delikate, prandaj rrisni rezervat me kursime të vogla dhe shmangni investimet impulsive. Britsjapi. Sot do përjetoni një frymëzim të veçantë që do ju ndihmojë të zgjidhni çdo çështje në çift me durim dhe mendje të kthjellët. Komunikimi do jetë çelësi i harmonisë. Beqarët do kenë raste të pabesueshme takimesh, por e rëndësishme është të mos nxitojnë. Çdo vendim kërkon kohë dhe përshtatje. Në punë, vendosja e planit mujor për detyrat do parandalojë stresin dhe do sigurojë arritje të vazhdueshme. Besueshmëria juaj do jetë e pakontestueshme. Financat do kenë stabilitet, fal paketimit të shpenzimeve të domosdoshme në buxhet dhe ruajtjes së fondeve emergjente. Ujori. Sot do përjetoni paqe mendore dhe kreativitet, fal ndikimit të harmonishëm të yjeve. Në çift, eksperimentet të përbashkëta si një mini projekt krijues apo një hobi i ri do përforcojnë lidhjen dhe do sjellin kënaqësi të veçantë. Beqarët duhet të krijojnë hapësirë për njëllje të papritura. Një buzëqeshje e sinqertë mund të hapë dyrë të reja. Në punë, idetë unike dhe qasja origjinale do frymëzojnë ekipin dhe do çojnë në inovacione të rëndësishme. Drejtuesit do mbesin pozitivisht të habitur. Financat do jenë të mira, por një fond kursimi i ndarë për projekte të ardhshme do forcojë sigurinë dhe do trajtojë çdo pasiguri. Peshqit. Mërkuri dhe Urani mund t'u atrezojnë sot rrjedhën, por vendosmëria do ju ndihmojë të qëndroni në rrugën e duhur. Në çift, pranoni ndihmën e njëri tjetrit, një falje e sinqertë dhe një përqafim i butë do rikthejnë besimin. Beqarët do jenë të shpërqendruar, por një takim i rastësishëm mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Mbahuni të hapur për mundësi. Në punë, sfida do jenë të shumta, por qëndrueshmëria dhe organizimi do sjellin sukses. Mos u largoni nga takimet pa plan B. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm dhe shmangni çdo shpenzim të paarsyeshëm për të ruajtur ekuilibrin. Mbrëm, një seancë meditimi apo yoga do mbush bateritë për ditën në vijim.